Stop! Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Në pjesën e parë të këtij emisioni do ndjekim aksionin e prokurorisë së Prishtinës, i cili ka pasur për qëllim arrestimin e disa persona të dyshuar për keqpërdorimin e kartelave bankare. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit do ndjekim hulumtimin e kolegut Ekzon Dasyla, i cili tregon se si kryeshefi i ndërmarrjes KRU Gjakova ishte përfshirë në negociata në një tender të kësaj ndërmarrje. Edhe pse të sigurta, sistemet bankare në raste mund të komprometohen nga sulmet kibernetike. Të dhënat tregojnë që haker dhe abuzues nëpërmjet sulmeve kibernetike arrin të marrin të dhënat e më pas edhe të tërheqin para apo të kryejnë blerje nga këto vjedhje bankare. Skemat e sofistikuara zakonisht përfshin disa shtete dhe kriminalet bëjnë tërheqje dhe blerje në vende të tjera për të zhdukur gjurmët dhe për të ikur ndjekës nga policia dhe autoritetet penale. Krimet kibernetike të Policisë së Kosovës dhe Prokuria e Prishtinës për rreth një vit kishin hetuar informacione inteligjente për një rrjet të rrezikshëm të vjedhjeve kibernetike. Grupi sipas informacioneve kishte në dorë kode bankare të një shteti tjetër. Ata kishin arritur që duke përdorur këto kode të bënin blerje online dhe të gjeneronin mbi 50.000 euro fitime nga këto keqpërdorime. Sipas të dhënave inteligjente, grupi blinte online pajisje elektronike dhe më pas i sheste ato për të përfituar para në cash. Kjo skem arriti të funksionante për disa muaj deri në momentin kur policia arriti të identifikante vendin nga ku operonin persona të dyshuar. Me informacionet në dorë, njësi speciale dhe hetues të krimeve kibernetike nisin të planifikojnë operacionin. Prokuria e Prishtinës ka arritur të sigurojë urdhrat e kontrollit dhe 3 shtëpitë të dyshuarve do bastisen në një operacion të shpejtë. Specialet janë ftuar për shkak të rrezikshmërisë së lartë të këtij operacioni. Jemi rrugës për në drejtorinë e krimeve kibernetike, ku janë duke na pritur hetuesit policor së bashku me njësinë e reagimit të shpejtë, të cilët po presin për të marrë udhëzimet e fundit para fillimit të operacionit në 4 lokacione të ndryshme, i cili operacion është i shtrirë në 2 komuna. Gjatë ditës së sotme pritet arrestimi së paku 4 personave, të cilët dyshohen se kanë kryer veprat penale keqpërdorimi kartelave bankare dhe veprën penale vjedhja e identitetit apo pajisjes së qasjes. Skema e përdorur nga këta persona ka qenë në atë formë që të njëjtit duke u kyqur në të dhënat bankare të personave të cilët janë jashtë Kosovës, pra shtetasve të huaj, i kanë përdorur dhënat e tyre bankare dhe kanë kryer pagesa online në Kosovë. Të njëjtit, siç është parë edhe nga hetimi 4 mujor të cilin e kemi zhvilluar, i cili hetim, në cilin hetim janë përdorur edhe mosat veçanta hetimore, duke përfshirë përgjimin telefonik, ka rezultuar se të njëjtit po bëjnë jetë luksoze duke paguar edhe çmime në hotele të shtrenjta luksoze dhe duke bler edhe produkte ushqimore me këto kartela. Andaj, gjatë këtij aksioni pritet arrestimi së paku 4 personave, të cilët vetë se janë identifikuar, ku siç e theksuan edhe në fillim, hetimi fillimisht ka filluar ndaj personave të panjohur dhe më pas gjatë çdo identifikimit të tyre është bërë ndryshimi i akvedimit për fillimin e hetimeve, është bërë zgjerimi i hetimeve dhe kemi ardhur deri në pikën ku e kemi krijuar dyshimin e bazuar se të njëjtit po kryejnë veprat penale, për çka kemi siguruar dhe urdhëresën e gjykatës të Melior në Prishtinë për bastisje. Tashmë jemi rrugës për stacion policor ku pritet të bëhet takimi i fundit me hetuesit policor dhe të njëjtit të njoftohen edhe lidhur me sandet të cilat pritet të konfiskohen dhe sekuestrohen, si dhe të njëjtve tu bëhet me dije detyrat të cilat do t'i kenë gjatë kësaj dite dhe të cilat duhet të kenë vëmendje të shtuar që t'i respektojnë. Prokuria e Prishtinës nis një operacion të gjerë bastisjeve.
kërkohen të dyshuar për keqpërdorim të dhënave bankare. Nga banesat e tyre në Prishtinë e Mitrovic, grupi dyshohet të ketë zhvatur më shumë se 50.000 euro nga kontot e qytetarëve që jetojnë jashtë Kosovës. Operacioni është vlerësuar me rrezikshmëri të lartë. Të dyshuarit mund të zhdukin provat, andaj specialet janë urdhëruar të shkallmojnë dyert e banesave. Në minutat e para të pastisjeve të dyshuarit i pari janë arrestuar. Babë e birë dyshohet se janë pjesë e keqpërdorimit të kartelave bankare, ndërsa policia nis bastisjen e shtëpisë së tyre. Është vërtet se gjykatës për kontroll të shtëpisë tonë, je i dyshim bashkë me djalin për veprën penale të keqpërdorimit të kartelave bankare të Prishtinës. Ndërkohë, specialet dhe hetuesit rrugtojnë në Mitrovic. Në 2 shtëpi të tjera do kërkojnë të dyshuar dhe provat që dëshmojnë implikimin e tyre në vjedhjet bankare. Në Mitrovic, në pak sekonda specialet arrin të vënë në kontroll zonën ku do kryen bastisjet. Kemi një orënes për bastisje i dyshim për veprën penale të keqpërdorimit të kartelave bankare.
orët e para të operacionit. Në 2 qytete, 3 persona të dyshuar për vjedhje të dhënave bankare tashmë janë të arrestuar. Hetuesit nisin kontrollet, ndërsa një lokacion tjetër do bastiset po ashtu. Në raportimin e parë, prokurorit i kumtohet lajmi se i dyshuari 4 ka arritur të largohet nga shtëpia duke ikur nga kulmi i saj. Personi është identifikuar nga policia dhe do vendoset në kërkim deri në momentin e arrestimit. Ky pra është lokacioni i dytë i cili është bastis në Mitrovicë, e ku dyshohet se personi i dyshuar ka arritur të arrasitet, pasi ka dëgjuar zyrtarët policorë duke thyer derën shtëpisë, pasi njëjti nuk është përgjigjur. Ai dyshohet se është ngjitur shkallave të lartë dhe ka vazhduar mbi atij ku edhe është arratisur. Andaj zyrtarët policorë janë në kërkim të tij dhe presin që shumë shpejt arrestohet. Ky pra vendi ku personi i cili ka qenë në kërkim është arratisur, duke i shfrytzuar këto hapësira ku shihen edhe gjurmët e këmbëve, teksa ka të kaluar edhe kulmin e shtëpisë dhe ka kaluar në anën tjetër të lagjës. Pas ti menjëherë janë vend zyrtarët policorë dhe jemi në kërkim dhe shumë shpejt pritet arrestimi i tij. Tri pronat të dyshuarve për vjedhje të dhënave bankare janë mbasitur në një operacion të gjerë të prokurisë së Prishtinës. Grupi dyshohet se ka përfituar mbi 50.000 euro nga kartelat bankare. Prokurori Kastriot Berisha i vën në krye të hetimit urdhëron që përpos mbasisjeve të konfiskohen disa vetura luksoze që janë në pronësi të dyshuarve të këtij rasti. Prokurora na tregon qysh ka nis hetimi i këtij rasti. Po, fillimisht ne kemi pranuar një informatë inteligjente diku në qershor të vitit 2024, të cilën pas analizimit e kemi pa që një numër i madh i personave janë duke ndërmarrë disa veprime për të cilave janë duke përfituar shumë të mëdha parave. Pra përkatësisht informacionet kanë qenë që janë keq përdorur kartelat bankare të shtetasve të huaj, kryesisht nga Shtetet e Amerikës, dhe të njëjtat kartela janë përdorur në blerje online në Kosovë, ku deri në momenti kur neve na ka ardhur informacioni ka qenë diku shumë prej 50.000 euro, e cila është keq përdorur. Në të njëjtën kohë ne kemi pasur edhe informata të tjera praktikisht se e njëjta veprimtari po ndodh edhe me blerjen e telefonave online në kompani të ndryshme në Kosovë, në blerjen e produkteve të ndryshme, në blerjen e pagesa të ndryshme online, duke përfshirë edhe hotele të ndryshme dhe gjëra të tjera, të cilat kanë krijuar dyshimin e bazuar tek ne se është duke kryer vepra penale. Pasi është krijuar dyshimi i bazuar se është kryer vepra penale, konform kodit procedurës penale, ne menjëherë kemi kërkuar nga gjykata lëshimin e urdhrit për përgjimin e telekomunikimeve dhe gjatë zhvillimit të tyre masave ka rezultuar dhe kemi arritur me identifikuar disa persona të cilët kanë qenë duke i përdorur numrat e të cilët numra kanë qenë në emër të personave të ndryshëm, pra jo të personave të cilët janë marrë me këtë veprimtari, mirë po të njëjtit kanë shfrytzuar këtë metodë në mënyrë që të largojnë sa më shumë dyshimet nga ta, mirë po duke zhvilluar planin operativ cilin e kemi përpiluar së bashku me hetuesit e krimeve kibernetike, të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në drejtim të identifikimit të këtyre personave, kemi arritur me identifiku edhe me lokalizu së paku 4 persona të cilët kanë qenë duke i ndërmarrë këto veprime. Pasi kemi ardhur në përfundimin dhe lokalizimin e shtëpive të tyre, kemi kërkuar nga gjykata që të lëshoj një urdhër për kontroll, ku kemi realizuar kontrollin dhe kemi bastisur
4 lokacione dhe ku kanë rezultuar me sekuestrimin e provave të ndryshme duke përfshirë edhe pasurinë e cila dyshohet se është përfituar me vepra penale. Qysh ka shku aksioni? A ditë ajo në arrestu 4 për këtyne persona? A ditë janë arrestu 3 persona, për shkak se njeri ka arritur që të largohet nga vendi dhe kemi pasur në kërkim deri disa muaj pasi ka ndodhur rasti. Mirë po i njëjti është dorëzuar në polici dhe ka dhënë deklaratën e më pas ndaj tij janë ndërmarrë veprimet të tjera ligjore. Përkatësisht, ndërsa për personat e tjerë janë zhvilluar hetimet dhe janë zgjeruar hetimet në drejtim të veprave të tjera penale, duke përfshirë në atë se të njëjtit kanë pasur në posedim edhe pajisje për klonimin e kartelave, do të thotë dhënat e kartelave bankare të cilat i kanë siguruar nga shtetet e huaja, përkatësisht kartelat bankare nga të qytetarëve amerikanë, i kanë vendosur në kartela në Kosovë dhe të njëjtat i kanë frymëzuar për pagesa online. Kjo do të thotë ka qenë skema të cilën e kanë përdorur. Aktualisht 2 persona vazhdojnë që ndojnë masën e parapërgjimit dhe shumë shpejt pritet që të ndërmerret edhe kurorëzimi i hetimeve dhe të ngritet akti akuzues. Çka konkretisht kanë bërë këta përveç që i kanë klonu këto kartelat? Qysh kanë bri këta mi pas dhonat e shtetasëve amerikanë? A dini qysh kanë bri me shku deri ato dhona? Këto dhona nga hetimi rezulton se kanë buru prej disa platformave online, të cilat dyshohet se i kanë haku kartelat bankare të sistemit bankar amerikan, e të njëjtat kartela janë shpërndarë më pas në disa vende të botës, ku këta persona kanë arritë që me njërit e tyre t'i sigurojnë këto dhëna dhe të njëjtat t'i shfrytëzojnë dhe t'i përdorin në Kosovë. Hetimi deri me tani ka treguar se janë bëhet fjalë për rreth gjysmë milioni euro të cilat janë kesh përdor në këtë formë ose janë tentuar të bëhen pagesa të ndryshme. Aktualisht gjatë hetimeve në cilësitë prokurorit kam lëshuar rreth 18 autorizime për njësinë e krimeve kibernetike, ku të njëjtit kanë dalë në terren dhe janë duke intervistuar dëshmitarë dhe kompaninë të cilat janë kryer këto pagesa, sepse do të thotë që janë diku 18 biznese të ndryshme të cilët këta persona kanë bërë pagesa online dhe kanë marrë produkte të ndryshme e të cilat i kanë shfrytzuar më pas, i kanë shitur apo çfarë do forme tjetër dhe kanë arritur në përfitimin personal. Çfarë profili kanë këta persona? A janë profil që kanë pas të kaluar me kriminale më herët, janë marrë me këtë veprimtari, a është e lehtë me thy kartela bankare? Nga hetimi i cili ka rezultuar deri me tani ka dalë që nuk është se janë recidivist të veprave penale, përkatësisht njëri prej tyre ka një të kaluar kriminale, ka disa raste të cilat është i dyshuar e për të cilat edhe është dënuar, ndërkëse të tjerët për herë të parë kanë kryer veprën penale, për çka është interesante se si të njëjtit kanë arritur që përmes veprimeve të tyre të përfitojnë një jetë luksoze, do të thotë të njëjtit me këto veprime kanë jetuar në luks duke paguar edhe për shërbime hoteliere, duke shkuar dhe duke paguar suite dhoma në hotelet të ndryshme në Kosovë, njëkohësisht duke blerë pajisje të shtrenjta të cilat më pas i kanë shitur dhe i kanë konvertuar në vetura të ndryshme të cilat vetë se i kemi sekuestruar dhe me urdhër gjykatës të njëjtat deri në përfundim shëtimi gjyqësor janë të ngrira deri në vendimin final. A janë sekuestruar vetura të shtrenjta? Po, deri më tani janë vlera e sekuestruar është mbi 100.000 euro. Mirë po janë duke zhvilluar dhe veprimet e tjera në mënyrë që të arrihet deri në përfundimin e konstatimit të dëmit të saktë i cili është shkaktuar për personat të cilët kanë pësuar dëm në këtë rast, ku deri më tani sipas llogaritjeve në këto raste janë mbi 500.000 euro të cilat janë tentuar të përdoren, të keq përdoren përkatësisht, dhe ndërsa shuma e realizuar e përfituar është diku mbi 100.000 euro. A keni pas ankesa prej viktimave, a janë lajmëruar dikun, a e din ata që paret e tyre janë shku në Kosovë? Fillimisht rasti ka nisur pasi janë paraqitur ankesat. Përkatësisht janë disa shtete të huaja të cilat kanë paraqitur informacionet, shqetësimet e tyre se kartelat bankare të shtetasve të tyre po keq përdoren në Kosovë. Më pas këto informacione janë mbartur në njësinë për krimet kibernetike në Kosovë, të cilët i kanë analizuar dhe kanë konstatuar ekzistimin e dyshimit të arsyeshëm se po kryhet vepra penale. Ndërkëse pasi kemi siguruar të njëjtat nga krimet kibernetike, të njëjtat i kemi krahasuar edhe me disa pagesa online të cilat janë bërë,
e mbi bazën e cilave ka rezultuar se ato pagesa, ato kartela kanë qenë të shtetit amerikan. E më pas e kemi krijuar dyshimin e bazuar se këta persona nuk kanë bërë pagesa me parat e veta, mirë po të njëjtat i kanë kryer duke përdorur kartelat e huaja bankare. Kush i ka bë ankesat? A i kanë bë viktimat vet, a kanë ndodhur për shkak të mënyra për rrugëve zyrtare të shtetit të caktuar? Fillimisht ankesat janë parashtruar nga klientët, të cilët i kanë adresuar ankesat e tyre në bankat e huaja, do të thotë në bankat amerikane, në bankat e shteteve të tjera. Dhe ndërkaq sistemi bankar ka paraqitur në Kosovë, në vendin ku janë kryer këto pagesa, ka paraqitur shqetësimin e tyre dhe ka kërkuar informacionet se kush i ka përdorur dhe ku kanë përfunduar ato para, ku ka përfunduar ai mall. Më pas, sistemi, do të thotë kompanitë që i kanë pranuar këto ankesa, kanë paraqitur rezultatet te krimet kibernetike, do të thotë ankesën e palës apo përkatësisht sistemit bankar, e të njëjtit më pas i kanë adresuar këtë problemin në prokurori dhe kështu ka filluar e gjithë ngjarja. Masi jeni veç hala në fazë të hetime, a pritni që ka me pas arrestime të reja, a ka indikacione për me pas të arrestum tjerë që ju kanë ndihmua apo i kanë mbështet në kryen e kësaj vepre penale? Deri me tani janë duke zhvilluar hetime pa ndërprerje, janë duke u marrë në pyetje 10 persona të cilët me autorizim prokurorit janë duke i marrë në pyetje krimet kibernetike, hetuesit e krimeve kibernetike, për shkak se rezulton se një pjesë e madhe e mallrave ka shkruar në persona të ndryshëm. Dhe këta persona të ndryshëm, këto mallra të cilët i kanë pranuar dhe më pas i kanë shitur, tjetërsuar, e më pas parat i kanë dorëzuar një pjesë të tyre tek personat të cilët janë marrë me këtë aktivitet. Andaj, po ashtu janë duke ndërmarrë veprime edhe në drejtim të intervistimit personave të cilët i kanë pasur numrat e telefonit në emër të tyre, dhe pas analizimit të deklaratave të gjithë këtyre personave dhe kompanive ku janë adresuar këto shumat parave, këto blerje do të vlerësohet nëse kemi mundësi që hetimin ta zgjerojmë edhe në drejtim të personave të tjerë. Aksioni i prokurisë së Prishtinës ka përfunduar me 4 të arrestuar, ndërsa tani po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit që paralajmërova në fillim, e i cili ka të bëj me hulumtimin që e ka bërë kolegu Egzon Dasyla, që tregon se si kryeshefi i ndërmarrjes Kyrru Gjakova ishte përfshirë në negociata të një tenderi në këtë ndërmarrje. Shikues të nderuar, jemi në Gjakov edhe këtu sërish të kemi marrë një denoncim serioz për kryeshefin e Kyrru Gjakovës, Hasan Krasniqi. Pas aferës së blerjes së barkës për Kyrru Gjakovën, këtë radhë denoncimi është për kodisje tenderësh dhe në këtë rast, Krasniqi pretendohet se është përfshirë direkt në negocimet të kontratave të Kyrru Gjakovës. Hasan Krasniqi është i njohur edhe më parë në raportimet tona. Ai fillimisht u kritikua si emrim politik në Kyrru Gjakova, pasi ishte person me lidhje direkte me lëvizjen vetëvendose partinë që qeveris vendin. Në profilin e tij publik, Krasniqi njihet si person që në vitin 2021 kandidon për Asambletë të Gjakovës në llogun e partisë së kryeministrit Albin Kurti. Ekipi jon para disa muajve zbuloi se Krasniqi u përfshi në një aferë në të cilën një barkë e paduganuar u ble nga kjo ndërmarrje. Rasti aktualisht është duke hetuar nga prokuroria. Këtë radhë në Kallëzop.com kemi pranuar disa audio incizime në të cilat pretendohet se Krasniqi flet për negocim kontratash dhe konfirmon përfshirjen e tij në kontaktimin e biznesmenëve që do merreshin me servisimin e makinave të kompanisë. Na jemi orë në Gjakov për me trajtu raportimin dhe me pas se çka bëhet fjalë. Fillimisht po dëgjojmë një incizim, i cili është një material i shkëputur nga një mbledhje në zyrën e prokurimit, ku diskutohen për planet për të negociuar kontrata. Ajo që ka është shumë e rëndësi, është se denoncuesi pretendon se personi që u ngarku për me gjetë bizneset, e që është shoferi kryeshefit, i dërgoi makinat e ndërmarrjes për servisim tek kompania familjes së tij. Ta dëgjojmë bisedën në të cilën kryeshefi dëgjohet të konfirmon angazhimin e Valion Gungës në negociatat për tender dhe angazhimin e tij personal për të gjetë kompani që servisojnë makina. Unë kam ultimatum prej kërtusit. Se punën e kamioneta në kryt, për e punën në bëti që kamioneta në kryt. A ti kryt servisimin e automjetë, unë këtë jo. Pse ka dështu? Jo, shëfar, janë të veta. E ti? Po zgjidhja tjetër është një negocium. Pse se dini negocium që dy? Edhe këtu, e kemi gjetë
Blini të kompon. Blini. Ti edhe Valoni. Demi hypin i kjeve. Ku do një gjoni një operator? Jeni rëmë tonë gjoni negocioni. Jeni njohshini. Ky inqizim dëshmon se kryeshefi e ka pranu para stafit vet se i ka dhënë instruksione Valon Gungës për të dalë dhe për të gjetë kompani që servisojnë makina. Këto inqizime i kemi marrë të shkëputura dhe i kemi dërgu te kryeshefi. Ai nuk i ka mua ato, madje na ka konfirmu edhe vërtetësinë e tyre. Hulumtimi jonë do të dëshmoj se pas këtij procesi kontrata u nënshkrua me një operator ekonomik, ndërsa servisimi i makinave në realitet po kryhet në kompaninë që drejton vllau i negociatorit Valon Gunga. Në një inqizim tjetër situata bëhet edhe më e rëndë. Kryeshefi e pranon para stafit të prokurimit se gjatë procesit të negocimit të kontratave ata kanë kërkuar kompani të cilat do i ofronin vetëm letrat, ndërsa servisimi do kryen nga kompani të tjera. Ta dëgjojmë inqizimin në të cilin kryeshefi me gojën e vet e pranon se është përfshirë në një proces të negocimit që ligjërisht nuk është në rregull. Kjo për faktin se kompanive nuk mund të ofrojnë vetëm letrat për të përmbyllur proceset e prokurimit. Edhe Selina më ta. Unë edhe personalisht. Në gjallin e vetë është pakon në njësi. Më në ra dokumentat licencën, në shmi boni këto, s'kini servisi të tjera. Nëse dënë një servisoj. Se këtu një të thonë në kënë të kokë në marë në kjere të të Kokë ishte reklamat. Në shumë kokë. Të është problem në marë në kjere të të. Unë i këmë thonë, tashti. A për shkoni një lytë veç këta, i jo më në shkuar. Jo në shku vetë. Edhe i këmë thonë ati gjallë e vetë. A për në jetë, se je kompani dhe këto i me të dalin kapi. Në formë drejtore. Dhe kesh. Nuk du një dhe këtë kompani, pas të komplikune. Do faktur më ka gjitha unë, kontabilisti, hymja, dolla, servi që se për në i vetë, s'ko du një kërku kompani. Po kështeta për murin. A për të një afat, gjoni t'i konë se unë një gjoj njeri. Dhe di shka pa në ndohë, dhe që njeri apet kanë në qurë në polici jale. Dhe kanë në thonë, aso një kohë që ato t'jorë t'falës. Unë e mua dhe, që, ato du mi zgjema. Unë e du mi zgjetë që ato, se që du në treja? Jo, unë e du mi zgjetë. Jo Benita, as Valon Gunga. Kur e kemi marrë këtë denuncim, na i kemi kthy hulumtimit me letra. Dosja na tregon që KRU Gjahova ka hap tender emergjent për servisimin e veturave me një vlerë prej 50.000 eurosh. Në këtë tender ftohen për të ofertuar dhe negociuar 3 kompani. Kompania me emrin Tebeka, kompania Top Group dhe kompania me emrin AM Bërë. Sipas letrave procesi është në rregull. I ka kalu filtrat dhe janë 3 operatorë. Po ajo që na bën me dyshu është muhabeti paraprak që letrat janë rregulluar. Na kemi gjërmu me pa çka ka në to. Konstatimet janë se në fund kontrata nënshkruhet me kompaninë me emrin AM Bor me pronar Suleman Borjani. Kontrata është nënshkruar me 29 nëntor 2024, vlera e saj është mbi 29.000 euro dhe vlen për 5 muaj. Menaxher të kontratës nga ana KRU Gjahovës përcaktohen Blin Rudi, Besnik Usari, inxhinier në KRU Gjahova dhe Valon Gunga shofer. Valon Gunga është shoferi kryeshefit dhe ai është ngarku me mbikëqyr kontratën. Ne kemi pranuar denuncim i cili na tregon që makinat të cilat kanë me u servisu e të cilat Gunga ka me janë nënshkruar letrat e servisimit, në fakt po servisohen në biznesin e familjes së Gungës. Kjo ka qenë e pabesueshme me dëgju një informacion të tillë. Me datë 3 mars kemi marrë informacion që 2 makina të KRU Gjahovës ndodhen në autoservisin e Gungës dhe kemi shku për me i verifiku. A një lodh? O lodhat? Që shedi? Menaxher ose vërnari këto, më duhet? Valoni, a? Dugagjini, okej, o Valoni këto? Ja, sështë. Oke, daj tha më pyto për çto kerët e KRU Gjahovës. Po. A jeni të punu, do thonë, a jeni të vë servisin jo, a? Po. A keni kontrat, a qyshen të bo punimet? Po, që të kush kontrat? Nuk është të Gjahovës, na e bojmë vishë mekanike, vishë punë mekanikës. A je në kontraktor? Vishë marrëveshje. Qysh marrëveshje? Ha.
kush punë thaj, unë e ndreqi. Jeni moj. Kush do shefe? Okej, kush i pagun për shembull juve? Çaj, kontraktorët. Ju pagun në kontraktorë, ja? Që shka me që e jam, një vitit? Me që janë vetura zyrtare, për që da për të dojnë një vitit. Po, apo në asirë në të përgjigje heq? Se? Është faktike që 2 makina në pronësi të KRU Gjakovës janë duke servisu në kompaninë e vllajt të menaxherit të kontratës. Ta kujtojmë që kryeshefi kishte pranuar se e kishte autorizuar Gungën për të negociuar me kompanitë. Pra, punë ti kryen Dugaxhini, ato ja miraton vllau i tij Valoni si menaxher i kontratës, ndërsa parat paguhen te Sulejman Brojani që është pronar i kompanisë OMBR. Në regjistrin e bizneseve, kompania OMBR e ka adresën në rrugën Musa Zajmi në Gjakovë. Me datë 3 mars kemi kontrollu nëse biznesi është duke u funksionu. A është limoni këtu? Po, a? Okej. Jo, s'ka lidhje. Dashtë me vetë për këtë parë garazh dhe a është të punu ala, a së është të punu, që sa dashtë me ditë? Për një kepe. A është të punu ala? Shpejo, a ka ne ka tjetër garazh dhe na? Alo, përshëndetje. Shëndetje. Apo flas me Sulejman Borjani, apo? Kush on telefon? I ndërum unë jam Egzoni, gazetar në kallzo.com. Qysh je? Nuk po të njëpës. Të thira me të pytë lidhe me këtë kontratën. Pra, Sulejman Borjani nuk pranoi të përgjigjet në pyetjet tona rreth kontratës që kanë lëshuar me KRU Gjakovën, ndërsa garazhi ati që figuron pra në kontratë te rruga Hysni Zajmi në Gjakovë nuk figuron fare, pra nuk ekziston hiç. Këto në rrugën Musa Zajmi në Gjakovë është adresa zyrtare e regjistruar e kompanisë OMBR. Këtu po shohim që nuk ka asnjë autoservis, po për çdo rast po provojmë me thirr pronarin e kompanisë Sulejman Brojani. Pra, pronari i kompanisë OMBR Sulejman Brojani nuk po na hap telefonin me na tregu se a ka funksional autoservisin përmes të cilit e ka fitu kontratën me kompaninë Arenale të Ojësjellës Gjakova. Kryeshefi i kompanisë KRU Gjakova, Hasan Krasniqi, është incizu tek flet për rregullimin e letrave për të ndenjë për servisim të makinave. Ai është incizu tek tregon se e ka angazhuar shoferin e tij për të kërkuar kompani që e kryen këtë punë. Në fund, shoferi i kryeshefit është caktuar menaxher i kontratës, ndërsa makinat servisohen në kompaninë e familjes së tij. Na kemi tentuar me kontaktu Valën Gungën, por kontakte me të ka qenë i pamundur. E kemi lyp në KRU Gjakova, në kompaninë e familjes së tij, në email, në telefon, gjithkohë e kemi kërku, por ka qenë e pamundur kontakti me të. Bile, vllai i tij na ka kërku me u largu prej autoservisit të tij. Valon. Qysh je? O Valoni këto? Se unë duhet të lidhe me qatë qëshën që erdha dje. Po, favor. Qysh muj mi kontaktu? A mund është një numër telefonit të ti, në jap? Ja. Se unë e kesh djallë në tërmare, ja, po edhe sot kesh, po nuk është atë. Ja, nuk mojt ideale, edhe diçka si shofërbini i zërë burë në gjithë, ka shumë edhe. Nëse filmon punë? Jo. Sa filmon? Jo, vasi se nuk është Valoni, a ka mundësi. Unë jam punëtori. Po. Sa ajo është menaxher i kontratës, për çfarë po na duhet? Mirë, po, si është kompani mundi mi gjetë më Sa është? Vallai nuk kam shumë po. A u lodhët? Që sheni? Po dash Valën Gunga, a është të? Së është, a? Ko është, Adin? Po, a? Alo? Alo, përshëndetje? Përshëndetje.
Apo flas me Valon Gungën apo? Po, na. I nderuar unë jam Egzoni, gazetar në kallzo.com, edhe deshta me t'i bo disa pyetje në lidhje me ç't. Jam të vodi tjetër për shëndet shoku. A mundesh në ndërkohë kemi vazhdu me kërku llogari nga kryeshefi i KRU Gjakovës Hasan Krasniqi. E kemi telefonu Krasniqin për me i kërku intervistë. Në bisedën e parë ai ka nisë me na akuzu që po tentoj me i bo shantazh. Alo, përshëndetje zotër Krasniqi. Përshëndetje. Aktualisht kush duke i servisu veturat? Firma që ka fitu me procedurë të përshpejtuar. E a ki ditë që janë tu servisu veturat aty të Valon Gunga, domethënë të vllau i vet? Nuk servisohen aty. Po në kesh aty edhe i parë që janë aty. Domethënë dy vetura të KRU që. Por na? Ti po gabim ose je ka shantazhon sikur ata të tjerë ti të kanë çu. Jo, unë ma herët kesh edhe e parë që dy veturat të KRU Gjakovës janë në garazh dhe në Dugaxhin Gungës. Nuk ki mundësimi po ato as nuk është. E kam edhe të gjerune. Nuk ki mundësimi po as gjerune, veç nëse ki mund tu. Përkundër akuzave ndaj ekipit ton, kur i kemi tregu që kemi të gjitha provat, kryeshefi ka vendosur me na pranu në intervistë. Tash po ndjekim intervistën ku kryeshefi sfidohet me të gjitha të gjeturat e hulumtimit ton. Kush është Suleman Burjani? Suleman Burjani është fituesi i mirëmbajtjes automjetave i përzgjedhur për 3 operatorë pronari firmës Ambur. Po a ki njoh paraprakisht? Si qytetar Gjakovës. A ka ra kështu mendoj me tonë herë? Si qytetar Gjakovës, servis të automjetave, nëse e kum çu kerrin e herë më ndreshtaj, kerrin privat. Po a kinaj afërsi me ta? Asnjë lloj afërsie s'ka. Se unë kam disa fotografi që shihesh se ki afërsi me ta. Unë kam afërsi dhe rri me ta. Po. Shtohen disa fotografi. E di që i ki fotografi. Në shoqëninë e Suleman Burjanit, Moni që themi jo. Po. Edhe unë tregova, kam afërsi me ta si pjesëtar ku i servisoj kjeve. Po a ki njoft ma herët kështu para se mi marrë kontrolë? Se dje në telefon më thalë nuk e njoft. Ta japa përgjigjen, po e kum njoft edhe ma herët. Atë ka me nej me to, nej udhtim, nej. Udhtime, po, neja nuk besoj që kum nej nërë me to. Për më ka fiq, po. Po ke se përshihet edhe në fotografi që jemi një farë nej këtu. Ka mundësi, mi po, moti. Në përzgjedhjen e operatorit, kur unë i kum thirrë në takim, pse që 2 muaj nuk ka gjendë të operatori, ka mundësi që ju kum thonë, nëse ju se gjeni, e gjej unë operatori. Pse ti si kryeshef? Pse o kon momentin nervozës, nuk e kum gjetë unë, e kanë gjetë apet ata. A ki kompetencë temi për zgjedhje kompani? Ja. Kush ka kompetencë? Ka zyra për krimet. Dhe komisioni që formohet për hapjen e konkursit dhe për vlerësimin e ofertës. Janë 2 komisione. Njëna që e bën kërkesën, janë 3 vetave, dhe ekipi i dytë është prej 3 vetave që e bën për zgjedhjen e ofertave. Domethënë, këtë punë kanë kryer 6 vetë në kompani dhe 3 të zyrës prokurimit. Kjo punë është kryer me 9 vetë të kompanisë. Kush është Valon Gunga? Valon Gunga punëtor joni. Çfarë pozitive ka? Ka shofer në kompani. Po a pse veturat e kompanisë KRU Gjakova janë në autoservisin e vllaut të Valonit Dugaxhinit? Tashti kompania fituese që ka kontratën me neve, ka brende të ndryshme, Volkswagen, Renault, Fiat, Iveco, Isuzu, kemi kompani makinerin komerciale që në skipa dhe bagerat të ndryshëm. Nuk e kemi ndarë në lote për këtë brand ose për komercialit, po jemi fokusu mjap një operatorit i cili varësisht prej llojit dhe brandit e automjeteve ka të drejten me nënkontraktu, për shembull komercialet shkon një servison të një tjetër. A mundet as mundet nuk di. Firma fituese sa diun është më tepër specializuar për VW, Volkswagen. Veturat e KRU Gjakovës i kemi gjetë duke unë drejt te kompania 4G Auto. Po, ta japa përgjigjen. Pronari i së cilës është Dugaxhin Gunga. Valon Gunga është vllau i tij
në njëjtën kohë është shofer në ndërmarrje edhe menaxherin kontratës. Tash prej vjet që vllau ja pranon fakturat vllaut, a? Jo. Pyet kështu? E menaxheri kontratës çka bën? Ai pranon punë që kryen? Për shembull, menaxheri kontratës mirret vetëm me kontrollën e automjeteve a janë rregullu, as janë rregullu. Ndërsa fakturat i merr pjesa komerciale dhe inxhinieri për mekanik. Po, pa miratimin e menaxherëve të kontratës, fakturat nuk paguhen. Nuk e di që shkon ajo procedurë. Se tash unë nuk jam i specializuar për zyret për kryer. Po, domethënë punën që e kryen Duraxhini ja merr atë vllau i vet, Paloni. Apo i vjen kështu? Jo. E çysh po i vjen? Ti din, ti po bën pyetje. Po, po të zë, çysh i vjen? Ta ja pa përgjigje. A konsideron që ka konflikt interesi në këtë rast? Ja, absolutisht. Pse? 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 Nëse ka kushtu një fakturë për një muj 10.000 euro, edhe për një muj tjetër 10.000 euro, dhe për 5 muj 50.000 euro, tash me 30.000 euro për 6 muj ki bo mirëmbajtjen e automjeteve, çfarë konflikti i konsideron këto automjeteve? Po me që është menaxheri kontratës edhe janë të ndrejtë të veturat. Hajde këtu. I ki shërbimin e automjeteve, i ki fakturat, i ki numrin e automjeteve që janë rregullu. Po. Bëne krahasimin dhe këqër ti çfarë shërbimit të automjeteve kemi pas dhe çfarë shërbimit të automjeteve kemi. Po, ajo është tjetër. Po pse domethënë? Ja, nuk është tjetër. Ç'është tjetër? Po, ti dhe ç'është po mendoj. Jo, ti. Po sa çaj ka personat. Mes ma përsërit pyetjen. Servisimi i automjeteve bëhet në firmën Ambur. Unë e kam gjetur. Faktura vjen te firma Ambur. Unë e kam gjetur. Firma Ambur, ku don i rregullon automjetet. Po, a ka nën kontrakte? Nuk e di. Mirë, e ku ka Selemoni atë servisin? Selemoni, po, e ka në Shkugës, ku bëhet edhe servisimi i automjeteve bagerave, se kjo është i specializuar për automjete VW-s edhe automjete të rëndë. Pa mënoj të punës. Ki Viber me t'i dërgu o me t'i shu në telefonet? Shkruje Viber numrin. Ku të shohen Viber në WhatsApp? Po, Viber. A do me i dëgju? Ja, i dëgjoj ma vonë. Oke, se i kam pyetje, do më thonë në një prej tëve që t'i dërgova, po të citoj shka thu. Jam shku të në nuk ja përmende emrin dhe Dy servise në qytet. Po, unë vetë personalisht me djalin e vetë, i thash, a ka për mundësi me dhonë dokumentet, licencën, veç me e bo një kontratë. Nuk kemi servisu t'i kere, nëse donë me servisu, servisoj. Kjo kohë në momenti kur na jemi bloku 2 muaj ditë pas servisim të automjetit. Po? Dhe zyra e prokurimit, 2 muaj ditë thojke nuk përgjejmë firmë për mi kry servisimin e automjetit. Me negocim, qysh ma zgjon firmë gjithë këtë qytet? Nuk gjojnë firma. Dhe në fund dul që ata deri dikun kishin të drejtë. Se ish problematike kjo punë, nuk jo marrë kur me këto punë, për mi marrë dikush servisimin e automjeteve me formë të negocuar për periudhë të caktuar. Nuk dojnë me pas me automjete të kompanisë se fare dalin njerë në mujtë. Dhe servisimi ka procedurë. Rregulli kur shkojnë automjetet ka procedurë. Tash, në bisede sipër, ju kum tregu që kjo punë mundet më bo nëse i shkoni një servisit dhe se negocimi bëhet me 3 oferta që na dojmë. Adin? Po, i përzgjet 3 kompania dhe bo negocimi. Qashtë. Në qëtë kuptim, shka ka këtu jashtë në ligjore? Ju si kryeshef, i në shkutët një kompanie caktune dhe kini kërku veç me t'jap letrat për me në shu kontratë. Jo, me ofertu. Me ofertu për me plësu kushtin për 3 firma. Se thu për me bo kontratën. Do më thonë që shto shka ki deklaruti, mund është mi dëgjuti, është shka ka të keshe mi marë 3 oferta prej një kompanisë për mi plotësu kushtin, me negocim lejohet mi përzgjedh në 3 kompani që ofertojnë. Këto nuk ka të bëj, ti po thu, i këmë thonë, veç me në shu kontratën, tërsa servisimin në një kështë tjetër. Jo. Qështu ke thonë, që mund është mi dëgju? Ja. Servisimin, që, shka i këmë thonë, shka i ki thonë, unë nuk e di që ka okon koha vjetër. Ti ke thonë qëta? A ki bot një tisant me kompaninë më bërë dhe me... Ja. Duka gjenë gungën dhe më thonë... Jo, në eufori timen, ndaj stafit tim që 3 muj ditë nuk ka mujt mi gjetë kompaninë, unë si kryeshef i këmë thonë, personalisht du mu interesu dhe du mi gjetë ato kompani, qysh nuk mi gjoni. Jo, drejtor nuk gjinën, se me të vëshët duhet me qenë. Që kjo okon esenca pse unë jam interesu. Po, e 4 që gjithashtu ta dërgova. Që pa leshojë? Do shteta për murin.
Atë kemi afat, Gjoni dikon se unë gjoj njerin. Jam të ju bërtit operatorëve të kompanisë pse nuk jeni ka Gjoni njerin. Po, veç ta... Që 2 muaj ditë. Po, veç ta ngojmë dhe në fund. E që njerin, atë kanë me shurë në polici jo. Që? Se shoha pi flim. Se është 30 sekonda. Atë kemi afat, Gjoni dikon se unë gjoj njerin. Jam të ju bërtit. Pra di shka pa më do. E që njerin, atë kanë me shurë në polici jo. Dhe kanë më thonë, asoni i kohë që ato t'jorë tonës. Ore muave, qo, ato du mi zgjedhë. Unë du mi zgjedhë që ato, se ta është 23? Jo, unë du mi zgjedhë. Shkem nga thamë? Jo venita. As valën në Po, ato ka zgjedhë komisioni. është një njerëzit që kanë përzgjedhë. Une është momenti, kur une ju kom bërtit komplet stafit këtu, pse nuk keni ka gjoni kompanin, që 2 muaj gjys nuk keni kënd zot mi gjetë një kompani. Dhe nëse nuk e gjoni kompanin, unë e gjoj kompanin, ju kom thonë. Po, e pse ki thonë, kanë me qu landën në polici, kanë me thonë Hasani e ka që tha djali i halës. A ki fjallën për më burin? Po. Qysh, pra, ku ka përzgjedh? A është përzgjedh në përmes të komisionit kompanisë. Po, ku dite për shembull që bashkaj ka me apliku? A më burin? Pse kemi që ofertën? 3 kompanive. Po? Po, 3 kompanive. Fund e ki përzgjedh, ja? Ja. është komisioni. Po i ki letrat kush e ka përzgjedh. Po që ashtu pi bjen? Ti tash çush i bjen ti mate me atonën. Une, është komisioni që kanë bërë paramasën, komisioni që ka çu përzgjedhjen dhe ti ki marr incizime ose ai që ka bërë incizime, është momenti kur unë në euforit teme jam shpreh në atë formë, mas 2 muaj gjysë se është blloku puna, për mi zgjidh problemin e mirëmbajtjes automjeta. Çka që? Po, domethënë nuk ke ndërhyjë në përzgjedhjen e kompanisë. Edhe pse ka dalë dikush që është absolutisht i ngjofshëm me ty, edhe pse disa vetura po servisohet në kompaninë e vllaut të menaxherit të kontratës. Tash ti i din ato, unë nuk i di. Unë di që furnizohen te firma Amburi. Po servisimin, vetëm edhe diçka po të shpjegoj. Servisimi i automjeteve servisohen në 2-3 kompani në Gjakov. Të kuj? Të brendeve të automjeteve që kemi. Po të kërru Gjakovës, po thua? Nëpërmes firmës fituese. Po. Ta jap pas shpjegimit. Po. Po ajo s'është nën kontraktune. Domethënë nuk ka nën kontrakte. Është fakturat nuk i bojnë ato firma. Faktura bën kompania fituese dhe kompania fituese si mirret vesh me ato, nuk është punë jone. Shikus të nderuar, kryeshefi e ka pranuar vërtetësinë e audioincizimeve dhe e ka pranuar po ashtu negociatat që janë zhvilluar në këtë proces. Ai nuk i ka kontestu as provat tona që makinat nuk po servisohen te kompania që e ka marrë kontratën, por po servisohen në kompaninë e familjes së menaxherit të kontratës. Me këto prova këtu, vetëm prokuroria ka punë. Pas intervistës, kemi bua dhe një përpjekje të fundit për me gjetë adresën e kompanisë që e ka fituar tenderin. I kemi dërgu email, i kemi telefonu dhe kemi shku në lagjen ku kryeshefi na ka thonë se ndodhet kompania. Nuk kemi mri me gjetë edhe me intervistu pronarin. Shikus të ndëruar, jemi te autoservisi i Said Kastratit, ku kryeshefi Hasan Krasniqi pretendon se Suleman Brojani e ka autoservisin. Pra, Suleman Brojani është personi që ka nënshkruar kontratën me KRU Gjakovën, ndërsa Sahiti na tregoi se nuk ka kontratën nënshkruar me KRU Gjakovën, as nuk është nën kontraktun. Ai tha se Valo Gunga ja sjell bagerat e KRU Gjakovës, ai Sahiti ndreq bagerat, edhe në të njëjtën kohë i merr parat përmes bankës. Jo, ai në vllau i tij kush? Unë jam Sahiti vetë. Ah, Sahiti. Okej, unë jam Egzoni, gazetar. Edhe vetë për çto kerrët e KRU Gjakovës që të ndrej, se kena marrë. Si ndreq kerrët. E kush i ndreq? Ai Valoni ndreq. Cili Valon? Valon Gunga. Apo, që më ka thonë këto bagerat e KRU. Bagerat, po. Bagerat i ndreqën, ja? Tash i marrë kontratën, ju e keni kontratën, a? Ne jemi nën kontraktor. Nën kontraktor, a ki, kështë më thonë, në shkrune, a veç a i vjen t'i bje ty edhe... A i vjen, po i vjen. Kështu në esans t'i s'ki në shkrua? Kush e ka kontratën? Aty në është ai Sula, Valoni, Lugagjinja, kush në ata busat. Valoni... Valon Gunga. Valon Gunga, po. A e ka kontratën, a? E ai... Ato vetë nuk ka dhënë krejt.
Mirë, Une më bjen themi, që që ka konkluzionia, janë dhe e që unë jam arporët. Po, e qysh... Për qëtë Po, ai me mashinën. Po, ai ti e parë ty kështu direkt. Po, jo, bon për. Po, po bënoj pa ndaj procedurë kështu. Ti ja shkojnë e ti merr informacione. Kemi denoncu një rast të kurdisës së tenderëve. Prova tregojnë qartë atë që ka ndodhur. Është shumë e rëndësishme që në situatat e tilla rastet të denoncohen me kohë dhe të trajtohen profesionalisht. Ne presim që lëndat tash e tutje të trajtohen nga prokuroria. Kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni me na shkruaj në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.